Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, dinamika ndërmjet Aldos dhe Rizartës po tërheq vëmendjen e të gjithëve. Nelin, një lidhje e ngushtë është duke u formuar mes dy banorëve, që po e tregojnë hapur pëlqimin e tyre për njëri tjetrin. Pjesëmarrësit e Big Brother gjithmonë kanë pasur momente intriguese, por lidhja mes Aldos dhe Rizartës ka krijuar një atmosferë të veçantë në shtëpi, ndërsa ata kalojnë më shumë kohë së bashku, madje duke fjetur pranë njëri tjetrit. Është e pamundur që shikuesit të mos spekulojnë mbi atë që mund të ndodhi më tej. Pjesëmarrësit janë duke shijuar jo vetëm shoqërinë e njëri tjetrit, por edhe momentet intime që disa herë kanë krijuar atmosferë të ngrohtë dhe të vogël. Nelin, një nga momentet më të fundit e ilustron qartë këtë lidhje. Gjatë një bisedë të lehtë dhe plot humor, Aldo ka propozuar që t'i bllokonte Damarin Rizartës për ta ndihmuar të flinte më shpejt. Kjo propozim më pas bëri që ata të ndiheshin më të lidhur se kur më parë. Nelin, për më tepër, Aldo ndau me Rizartën se një prej tipareve që e shqetëson më shumë te vetja është modestia e tepruar, një detaj që e bën atë më njerëzor dhe të afërt me të tjerë. Kjo hapje ka forcuar ndjenjat mes tyre dhe ka tërhequr vëmendjen e shikuesve, të cilët janë të interesuar në evolucionin e këtij raporti. Nelin, shikuesit kanë filluar të spekulojnë mbi atë nëse marrëdhënia e tyre do të evoluojë në diçka më shumë se sa thjesht një miqësi. Me ngjarjet që po zhvillohen çdo ditë, zhvillimet mes Aldos dhe Rizartës padyshim do të mbeten në qendër të vëmendjes. Nelin, pas çdo bisedë, çdo shikim dhe çdo moment ndarjeje, tensioni dhe pasioni kanë filluar të rriten. Aldo dhe Rizarta krijojnë një atmosferë të veçantë që i mban shikuesit të ngritur në maje të çdo epizodi. Sigurisht, këta dy individ do të vazhdojnë të jenë pjesë e diskurses popullor, duke shtuar më shumë kuriozitet rreth mundësive që po i ofrojnë njëri tjetrit. Nelin, Rizarta, me një qasje humoristike, e pyeti Aldon nëse e kishte bërë ndonjëherë diçka të tillë. Kjo bisedë e thjeshtë, por e ngrohtë, ka qenë një moment shumë interesant dhe ka nxitur reagime në mesin e shikuesve, që tani janë duke e ndjekur me vëmendje çdo